Kush sot po bëjnë më shumë vajzat a djemt për prind? Vajzat. Pse vajzat? Po vajzat janë ma të ndjeshme, kanë hapësirë ma shumë për shembull në trunin e vet, se mashkujt, për me logjiku edhe për me ndje atë, ç'më thon atë dashurinë. Mashkujt ndryshe janë ç'më thon ndoshta edhe nuk i shprehin këtu. Mashkujt ma mërmërja që mirën edhe me shumë punë tjera, ngarkojnë trunin me shumë gjona tjera dhe nuk kanë hapësirë për të sene kështu të vogla, sensitive. Përshëndetje. Mirë, faleminderit. Mirë, faleminderit. A një lot? Ka pak. Për kajt kem? Prej Ferizajt. Çfarë kanë qenë vështirësitë më të mëdha në jetë që keni pasur? Po vështirësitë shumë, për shembull jeta ka vështirësi, po një prej vështirësive për shembull fakultetin me kry është vështirësi e madhe. Ku e kry fakultetin ti? Në Prishtinë. Para sa kohë? E kum kry në 2014. 2014. Çfarë ke kry? Fakultetin e biologjisë, drejtimi inxhinierik. A ke gjetë veten këtë profesion, a ke punu? Edhe 6 provime në fakultetin e mjekësisë, domethënë për licencë, dhe nuk kam pas fat për punë, për shkak se gjithë më thojnë për shembull për drejtim, është nuk përshtatet ky drejtim, nuk përshtatet ku konkurroj, ashtu të thonë. Pse nuk përshtatet? Se nuk ka njofshëm. A mendon që hala shkon këtu me të njohshëm? Gjithmonë, çdo orë, çdo sekond. Sa herë të shpruv ke thënë që ma nuk du me konkuru? Pozitë. Për momentin tash edhe nuk jam të besuar edhe vetvetes me konkuru. Se s'po i beson vetvetes. Për shkak se çat që jam dëshpëru, ka orë të kulme, ç'më thon. A ka pasur një konkurs që veç për sy e faqe ka qenë, domethënë? Gjitha konkurset janë këtu për sy e faqe. A do që i zgjedhin pak edhe femra, ndoshta pak që ose ti kanë që njohin ata, që i bajnë për veti. Ma shumë është korrupsion për mendimin tim. Çka e çon korrupsion ti? Korrupsion mi dhon dikuj por me një punë. A ndërton ndihmën e prindëve kur kohës fakultetit që e ke pasur, sa të kanë ndihmuar familja? Familja më kanë ndihmuar shumë. Për shembull, prindrit e kanë rënë vetin keq edhe më kanë ndihmuar për kur kam qenë ligjërata në ushtrime. Se aty e kena pas na me qenë tankuar në ligjërata ushtrime, se profesioni kon ashtu. Sa jemi mirënjohës për familjen që i kanë bërë gjithë ato për ty? Jam shumë mirënjohëse. Jashtëzakonisht shumë. Sa keni motra vëllezër? 2 vëllezër. Motra tjera keni? Jo. A vetë ja e bajt babi? Po. Për hasret. A më ndryvan atë trajtojnë si për hasret kështu? Po, ashtu. A i ma i përkrejur nga shtëpisë? Për prindëve? Po. Të bajnë pak ma veçantë. Po, ma veçantë, po më ndrysh tash për dallim që nuk jetojmë bashkë, se për shkak se unë e kam familjen time. Pak ma ndrysh është kështu, ç'më thon, distanca. S'do thotë që ti tashmë je martuar edhe të prind ki drejt prap marrë, me shku. Jo me shku me ardhë normal është ajo, po për shembull ndrysh është kur jeton me një familje, po kupton? Ndrysh është kur ndosh, për shembull atë dashnia është e njëjtë, po ç'është më thon s'po di ç'është më shpjegu që për shembull sado për shembull që është bashkë njeriu ma ndrysh është me një shtëpi për shembull. Lartësia pak ma ndryshe dhe e bën që... E bën ato të vetën. Sa të mungojnë prind që në çdo moment ki qenë lidhur edhe si ki? Në çdo moment në pas. Por në çdo moment unë i kujtoj shembull. Kush sot po bëjnë më shumë vajzat a djemt për prind? Vajzat. Pse vajzat? Po vajzat janë ma të ndjeshme, kanë hapësirë ma shumë për shembull në trunin e vet, se mashkujt. Për me logjiku edhe për me ndje atë, ç'më thon, atë dashurinë, atë ç'më thon, mirënjohje, gjitha këtu vajzat i kanë. Na ofendove meshkujt, tru, për çka po do më thonë? Nuk është ofendim, fal, po meshkujt ndrysh janë ç'është më thon, ndoshta edhe nuk i shprehin këtu. A unë që masë që martuan, meshkujt ndryshojnë pak? Po, ndryshojnë, shumë. Ku bazon për shembull? Ku bazohesh?
Po bazohen në ato se meshkujt ma mërmërja që mirën edhe me shumë punë tjera, e ngarkujnë trunin me shumë gjona tjera dhe nuk kanë hapësirë për të sene kështu të vogla, sensitive. Apo kupton? A morën sot burrat për i grave shumë, për kompetenca kështu. A ja mori kompetenca të grave? Po ashtu se, për shembull, moshkujt janë ma ndryshe se me një femën që jeton, për shembull, femra e kohë familjen e vetë, dyshysh zero diapazoni, apo kupton? Tani ndoshta na është edhe për ato, se edhe femra ndikon, normal. Që ta shëton një mesazh për gjithë femrat gratë. Po, nuk po di çfarë mesazhe, veç i uroj shëndet në këto ditë nxehta dhe gjithve edhe të jenë mirë. Mirë këtu, a kemi aqo? Po vetëm në të vazhdojnë që është shumë bukur është, për mendimin tem. Gjitha grave. Gjithë mirë, të kaloj.